Përshëndetje të dashur shikues, tek kemi sërish së bashku edhe këtë të enjte në emisionin Ftesë në studio. Sot në fakt kemi ditën ndërkombëtare të punëtorëve, një ditë e cila shënon apo kujton betejat historike të punëtorëve për të kërkuar kushte më të mira, kushte më të denja të punës, por gjithashtu edhe për barazi sociale. Sigurisht punëtorët janë ata të cilët e ndërtojnë në fakt të ardhmen në një shoqëri, prandaj pikërisht ne do të flasim sot për to, por do të flasim në një aspekt tjetër, nga ana sociale do të flasim për dinjitetin e punë dhe vlerësimin që bëhet në punë punëtorëve. Në fakt do të bazohemi tek ana psikologjike se çfarë mund të ndikojë edhe tek vlerësimi i punëtorëve apo mos vlerësimi i punëtorëve në vendet e punës. Për ta diskutuar këtë temë, unë në studio kam të ftuar profesorin dhe psikologun Lulzim Urtezani, me të cilën do ta diskutojmë pikërisht këtë çështje. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që pranuat ftesën për të ardhur deri këtu për të biseduar pikërisht këtë temë në ditën e punëtorëve në fakt, sepse besoj që është një temë që duhet diskutuar, sepse duhet të fokusohemi pak edhe tek punëtorët dhe tek psikologjia në fakt e tyre. Ty pyes si e shihni një herë, nëse mund ta definojmë ditën e 1 majit apo ditën e punëtorëve, si e shihni ju këtë? Do të thënë kemi të bëjmë me një event jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili fokusohet pikërisht ajo që është humane, që është dinjitoze të njerëzit, ajo që duhet vlerësuar, ajo që duhet respektuar. Në shenjë të këtij eventi, pra ajo është me rëndësi që shumë edhe pikërisht programi juaj, kjo temë të cilën ju e përzgjollët kuptohet nga një aspekt tjetër, nga një këndvështrim tjetër, që ka të bëjë me atë anën psikologjike, sociale të punonjësve, të punëtorëve. Mendoj se është shumë temë e qelluar për të diskutuar. Unë dua të pyes duke qenë nga pak edhe nga eksperjenca juaj, por edhe nga ajo çka shohim edhe në terren. A mendoni se ndihen të vlerësuar punëtorët në vendet e punës në vendin tonë? Si sondazhet të cilët unë i përcjelli tregojnë që faktikisht punonjësit kanë shumë probleme me identitetin, me perceptimin e asaj se përjetojnë një pabarazi në vlerësimin e tyre në përgjithësi. Megjithatë, është një gjendje e cila i bën ato të mos ndjehen të rehatshëm, të pasigurt në vendin e punës, kuptohet në përgjithësi marr jo për çdo kënd. Dhe kjo është ai problemi që ne duhet ta diskutojmë për arsye se të fokusohemi te identiteti i punonjësve, te niveli i satisfaksionit në punë, apo është shumë e rëndësi për arsye se unë gjithmonë e përdori një krahasim kur themi se familja është fabrika e njerëzimit, familja, megjithatë vendi i punës, pra organizata, po ashtu është një faktor i rëndësishëm i cili përcakton sa një punonjës, sa një individ do të përjetojë mirëqenie dhe njëkohësisht do të jetë funksional. Sa më shumë që kemi organizatat të cilat kultivojnë fabrikat, organizatat kompani të cilat promovojnë dhe kultivojnë dhe respektimin e të drejtave të punonjësve, për pasojë do të kemi, për pasojë pozitive kuptohet do të kemi ato që punonjësit do të jenë të lumtur, do të jenë edhe prindër të lumtur, do të jenë edhe qytetarë të lumtur. Dhe tani imagjinoni, kur kemi një qytetar shumicë qytetarë të cilët janë të lumtur, ato njëkohësisht janë edhe konsumator të kësaj shoqërie, dhe kjo është një zinxhir, është një qark i cili vicioz. Sa më të lumtur, sa ato do të jenë më produktiv, punonjësit dhe njëkohësisht do të jenë dhe qytetar edhe prindër më produktiv dhe më funksional. Shumë e vërtet në fakt, sepse puna është një pjesë e rëndësishme e jetës tonë, mbase një pjesë shumë të madhe të jetës ne e kalojmë edhe në punë dhe është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa psikologjike që ne duhet të ndjehemi sa më mirë. Por flasim edhe për dinjitetin në punë. Çfarë është dinjiteti në punë? Si mund ta përshkruajmë edhe nga ana psikologjike, edhe vlerësimin në përgjithësi? Do të them, vlerësimi është tetë i rëndësishëm. Nëse marrim krahasim studimet të cilat flasin për atë pse të rinjt braktisin sot vendin, pse kemi këtë shkallë të jashtëzakonshme të shpopullimit të braktisjes së vendit, është vërtetuar që zakonisht të gjithë të rinjt, dhe kjo vlen edhe për punonjësit, që është normale, ka një instinkt, ka një nevojë, ka një dëshirë, por e cila është më shumë biologjike për të qenë të vlerësuar. Do të thënë,
të rritë në përgjithësi, apo në qoftë se vërejnë që nuk janë të vlerësuar, ato nuk do gjejnë domethënien e ekzistencës së tyre dhe prandaj do gjejnë rrethana të tjera, vende të tjera të punës, shtete të tjera dhe kështu me radhë, siç ne jemi dëshmitar për këtë gjë, po ashtu edhe për punonjësit. Në qoftë se ato nuk e gjejnë domethënien e punës së tyre, që do të thotë se me rëndësi është shpërblimi financiar, po nuk diskutohet, megjithatë nuk është i vetmi kusht që punonjësit të ndjejnë të lumtur në vendin e punës dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse punonjësit, punëtorët kanë nevoja tjera psikologjike, sociale dhe kështu me radhë. Edhe unë them, imagjinoni ju, për shembull, nëse dikush ka rrogë të mirë, megjithatë ka konflikte në organizat, nuk e gjen domethënien e ekzistencës së tij, punës së tij, nuk ka qëllim të definuar për të arritur, nuk është ambicioz, nuk ka ngritje dhe nuk ka vlerësim nga liderët, vlerësim nga menaxherët, apo të gjitha këto rrethanat e bëjnë që ai të defokusohet nga sasia, nga kuantiteti i shpërblimit financiar, apo përsëri niveli i tij lumturisë do të jetë shumë i kërcënuar. Megjithëse edhe pjesa e financave, siç e thatë, nuk është pjesa më e rëndësishme. Profesor, ne do të vazhdojmë sigurisht diskutimin, por tani do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe këtu jemi me profesorin Lulzim Murtezani, me të cilin flasim për dinjitetin dhe vlerësimin në vendin e punës. Profesor, ne sigurisht folëm ju domethënë tregua që është shumë i rëndësishëm vlerësimi në vendin e punës dhe në fakt ka pasur edhe statistika të fundit edhe në vendin tonë që stresi në punë është shtuar, le të themi, shumë punëtorë ndjejnë në stres në vendet e punës. A ndikon edhe kjo, a lidhet kjo edhe me pjesën e vlerësimit dhe dinjitetit në punë? Padyshim, unë do të bëj një hyrje tjetër që me siguri do t'jap shpjegim edhe për çështjen e stresit, i cili është sot kudo në botë është problem aktual. Unë mund të them që disa rrethana të cilat i paraprin stresit, sepse ne diskutojmë stresin në punë, stresin në familje, stresin në shoqëri, apo megjithatë, cilat janë ato rrethanat kryesore të cilat i paraprin stresit në vendin e punës, unë mendoj nga ato rrethanat janë të përgjithshme. Ne gjithë jemi dëshmitar se çka ndodh sot në nivel global, apo konkurrenca, globalizmi, bën që në farë kemi konkurrenca e jashtëzakonshme, ashtu që e cila prodhon edhe ulje të hyrave ose të pagave të punonjësve. Globalizmi është numër 1 dhe e dyta, këtu është ajo punësimi informal, ka shumë vende të cilat punësohen njerëzit duke mos patë të drejta për sigurim shëndetësor, fatkeqësisht. Pastaj është pyetje edhe ajo se si ndjehen, çfarë strukture, çfarë vendi i punës, çka paraqet vendi i punës, si e percepton një punonjës vendin e punës, organizatën, kolektivin, timin dhe gjëra tjera. Mund t'ju them një gjë që sidomos pas 2008-s krizës që ishte ekonomike, apo shoqëritë filluan të vetëdijsohen për atë që vendi i punës e gjithmonë më herët, shekullin 17, 16, 17, fjala kryesore ishte të gjejmë fokusi ishte i punësimit, vendi i punës, nuk ishte punonjësi. Megjithatë, me kalimin e kohës, evoluoi vetdia, u pa shumë e rëndësi që të kemi kujdes edhe te pikërisht e shëndeti mental, shëndeti mendor, edhe gjendshmëria e punonjësve, rolit të punëtorit. Dhe kështu, tani ne e dim gjithë, për shembull, ka shumë raste kur në shoqëri, përveç testeve, përveç një kusht kryesor për të punësuar dikun, përveç diplomës, fakultetit dhe gjëra tjera, kandidatët të cilët aplikojnë i nështrohen psikotestit. Se është vërtetuar, shumë kompani e kanë pa të arsyeshme që ato punonjës kanë teknologji, por atyre u duhet edhe punonjës të cilët do të jenë të gatshëm, të aftë, të komunikojnë, të jenë solidar me njëri tjetrin, të punojnë ajo termi që thuhet qasje e punës në ekip, punës ekipore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, janë disa rrethana të cilat mund të diskutojmë se me siguri që do të prodhojnë, do të shkaktojnë stres ose do të themi do të rrezikojnë atë shëndetin mental të punonjësve. Dhe këtu është edhe pika kryesore e cila neve gjithëve na shqetëson. Shëndeti mental i qytetarëve, shëndeti mental i punonjësve, shëndeti mental i prindërve, apo në përgjithësi. Dhe këtu ka shumë çështje, shumë tema për të diskutuar. Prandaj unë them edhe një herë që them pikërisht kjo iniciative juaj për ta aktualizuar dhe për të artikuluar disa çështje nga aspekti psikologjik është shumë në rregull dhe vazhdojmë më tej. Domethënë, janë rrethana të
të cilat prodhojnë stres. Dhe them, në fillim, para se të vim në këtë emision, diskutuam stresi është diçka e pashmangshme në jetën tonë, por mjeshtria është se si ne të dim të menaxhojmë, sa do jemi të aftë të menaxhojmë stresin. Atëherë, stresi në vendin e punës janë disa faktorë të cilët përcaktojnë stresin. Në qoftë se, për jashtë, ajo është së pari, është me rëndësi sa paga arrin që t'i plotësoj nevojat elementare të një punonjësi, nuk diskutohet fare. Motivacioni pra financiar është padyshim, por përkundër këtij faktori është më rëndësi edhe ajo se sa punonjësi, punëtorja, apo sa e vëren se është i drejtë, i vlerësuar në mënyrë të barabartë. Ka barazi në vlerësimin e kontributit të tyre. Sepse ne të kuptojmë një gjë, në qoftë se imagjinojmë rezultati, performansa në punë, nuk është vetëm produkt i përpjekjes. Domethënë duhet përpiqesh që të arrish në punë rezultate. Jo, përpjekje, sepse gjithë përpiqen njerëzit, por ama kjo varet edhe prej aftësive të tyre. Padyshim. Dhe po ashtu, rezultatet në punë varen edhe prej faktorëve tjerë, siç është përveç aftësive, është motivacioni, është identiteti, është ajo se si ndjehet punonjësit në raport me të tjerët, dhe kjo është shumë e rëndësishme, nëse pra them, nëse punonjësi vëren, percepton se nuk ka barazi, nëse punëtori, punësori vëren që nuk e gjen veten atij, dhe e dyta nuk ka perspektivë, apo nuk ka ardhmëri, nuk ka ngritje në statusin e tij derisa punon ngritje të zëmë vertikale, apo dhe kështu me radhë. Të gjitha këto momente mund të themi që janë të rëndësishme, sepse në qoftë se këto nuk janë optimale ose nuk janë të balancuara, atëherë me siguri që do të kemi stresin i cili do të trokas te dera e një kompanie. Shumë e vërtet në fakt, sepse barazia ju e përmendet disa herë që edhe barazia, mënyra se si vlerësohen në mënyrë të barabartë punëtorët ka të bëjë shumë rol. Mund të aty pyes pak edhe si mund të ndikojë për shembull një mosvlerësim i duhur, një vlerësim i duhur, le të themi, si mund të ndikojë edhe tek mosvetbesimi i një punëtori, mund ta humb vetbesimin, të mendojë që nuk është i aftë, edhe nëse është i aftë, por nga vlerësimi i duhur që nuk e ka marrë më herët, mund të mendojë që nuk është i aftë për punë. Si mund të ndikojë kjo edhe tek? Padyshim se ka shumë ndikim, duke filluar në vetbesimin e tij. Ashtu ishte pyetja, vetbesimin, vlerësimin, apo dhe gjëra tjera, dhe shfaqjen të ideve pesimiste, të ideve depresive, fatkeqësisht. Pikërisht kjo është unë e përmenda më herët, është një instinkt të çdo person për të qenë i vlerësuar. Imagjinojmë në një situatë në të cilën kontribuojmë për diçka dhe nuk përmendet emri jonë, si do të ndjehemi. Ose kur vërejmë se dikush, pavarësisht kontributit që bën, apo vlerësohet pavarësisht kontributit që ka bërë ai, ajo vërehet në shkollë, ku nxënësit vërejnë se dikush është më i favorizuar, pse unë të mos vlerësohem? Apo dhe kjo fillon që të humbin vetbesimin, të kenë ankth dhe gjëra tjera. Në organizatë punës, në qoftë se kultura organizative, në qoftë se lideri, menaxheri, pra nuk i kushton rëndësi, vlerësimi të jetë sipas kontributit dhe vlerësimi të jetë edhe për personalitetin e punonjësit, siç edhe në shkollë duhet të vlerësohet jo vetëm arritja dhe përpjekja e nxënësit, por duhet të vlerësohet edhe personaliteti i nxënësit. Apo e njëjta gjë edhe në organizatë punës, shumë rëndësi është kur një punonjës, një punëtor vëren e përjeton. E përjeton se menaxhuesi, menaxheri ose dikush tjetër, ato që janë përgjegjës, apo e vlerësojnë punën, kontributin e tij, dhe kjo gjë bën edhe në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme, e bën atë më optimist, e bën atë me të jetë më shumë entuziazëm në punë të ketë, apo me entuziazëm, dhe e dyta e bën atë që të jetë më i sigurt dhe me një vetbesim të lartë. Dhe themi kështu, vetbesimi i lartë është premis, është kusht kryesor për arritje të çdo kund në jetën tonë, sidomos në rrethanat e organizatës punës ose në fabrikë ose diku tjetër. Po, në fakt, qoftë ato profesionale, qoftë ato personale, edhe për arritjet personale, në fakt është sigurisht që duhet vetbesimi. Unë t'ju pyes pak edhe për si mund të ndikojë mosvlerësimi edhe në marrëdhëniet me kolegët, për shembull marrëdhëniet me kolegët në punë, por edhe në familje, se ne ndonjëherë duam punën e çojmë edhe në shtëpi.
Po, çështja e në raportet që kemi, në atë rrjetën sociale që kemi në organizatën e punës, ose në familje, ose në lagje, në jetën e përditshme, është tejet e rëndësishme, sepse për njerëzit thonë që janë qenje biosociale njerëzit, që do të thosë se, po, kemi nevojë tona, instinktet tona biologjike, por njëkohësisht edhe shumë e rëndësishme është ajo përkatësia e grupit, si do të komunikojmë, sa do të na vlerësoj grupi, sa do ta vlerësojmë ne grupin, apo, dhe këto gjërat janë shumë të rëndësishme, sidomos në organizatë ose në industri kudo që funksionon njeriu, kudo që punon. Dhe tani, unë këtu mund të them që është me rëndësi kruciale, është shumë me rëndësi kur raporte sociale në një organizatë, raporte sociale në një familje bazohen në bazon të dialogu, të respekti ndërsjellë. Dhe një të gjë vlen edhe në organizatat e punës, nëse ka kultur dialogu, nëse ka kultur vlerësimi të drejtë, nëse ka barazi, nëse ka raporte të shëndosha, atëherë me siguri që produktiviteti duhet të jetë ashtu si që planifikohet, sepse të them, me fjalë të tjera, a dini si ndodh një dukuri interesante që njerëzit të cilët nuk janë të vlerësuar, dal nga dal do fillojnë të kenë probleme edhe me balancën në shëndetin e tyre mental, harmoninë, baraspeshën mentale të njerëz. Për këtë gjë dua pastaj një vlerësim tjetër të jap, por tani që të vazhdojmë me këtë temë. Domethënë, është me rëndësi, janë të rëndësishme raportet sociale, sepse mund të imagjinojmë ato që tendenca për të qenë në pranitë të tjera, për të bashkëpunuar me ta, kjo është evolutive, kjo që nga kohrat primitive, fakti që është vlerësuar dikush ka bërë që të evoluojë, të përparojë shoqëria, dhe njerëzit kur vlerësohen, kur ka rrethana të mira të vlerësimit të tyre, ato do të fokusohen, do të përqendrohen te vendi i punës dhe te shteti ku jetojnë. Shumë studime tregojnë se një arsye pse të rinjt e braktisin vendin Ballkan, shtetet Ballkanit, edhe këtu te ne, njëra arsye kryesore është ajo se nuk ndjehen domethënas, nuk ndjehen të vlerësuar, dhe aty i kemi shumë afër braktisjen e shtetit, braktisjen e vendit punës, dhe njëkohësisht rekrutimin në organizata të cilat janë me karakter terrorist dhe bota dhe kyçje në botën e mafijës dhe gjëra të tjera, fatkeqësisht që ndodhin në jetën tonë, apo? Prandaj ajo që përmendet ty është shumë e rëndësishme, vlerësimi, të vlerësojmë punonjësit, të vlerësojmë nxënësit, të vlerësojmë prindin, të vlerësojmë fëmijën dhe kështu me radhë. Shumë e vërtetë. Unë duke qenë se folëm për vlerësimin, sigurisht edhe pjesë e temës dua që të jetë edhe dinjitetin e punë, por që aty përfshihet në fakt edhe vlerësimi. Si mund ta ruajmë punëtorët dinjitetin e punë, por edhe punëdhënësit në fakt, çfarë mund të bëjnë që punëtorët ta kenë dinjitetin, ta ndjejnë atë vlerësimin e duhur në punë? Domethënë, ne jetojmë në epokën e cila është më dramatike, sidomos kjo dekada e fundit në fushën e industrisë dhe kështu me radhë. Fatkeqësisht. Dhe tani kur flasim për dinjitetin, unë mund që më si mund të ruhet dinjiteti. Ne kemi shumë sfida tani. Sfida e parë është që tangon dinjitetin e punëtorëve. Sfida e parë është inteligjenca artificiale, me cilën ne sot përballemi. Sfida e dytë është teknologjia, ndryshimi dhe kështu me radhë. Tani janë krijuar disa rrethana të cilat e bëjnë pasigurt punonjësin, pasigurinë, apo pagat e ulta dhe gjëra të tjera. Dhe fatkeqësisht dinjiteti i punonjësve, të cilët përballen me sfida të ndryshme, do të mund që të ruhet me komunikim të ndërsjellë me njëri tjetrin, por njëkohësisht në çdo organizat rekomandohet të ketë një psikolog i cili do të punojë me ato, për arsye se psikologët u ndihmojnë si menaxherëve, si liderëve që disa paragjykime që kanë, disa mendime jo racionale në vendimarrjet e tyre të jenë ekonomike, racionale të jenë. Shumë e vërtet në fakt edhe kjo është një temë në vetë që duhet të diskutohet, por unë shpresoj që ju të keni mundësi edhe herëve tjera ta diskutojmë pikërisht për punën e psikologut në vendet e punës, sepse tek ne më duket se mungon kjo pjesë që nuk ka psikolog në të gjitha organizatat, por që kjo le të mbetet mbase për një temë tjetër. Duke qenë se jemi nga fundi, është një temë shumë e gjerë që sigurisht mund të vazhdoj të bisedohet, por duke qenë se jemi nga fundi, cila do të ishte një këshill ose një mesazh që do t'ja jepje të gjithë punonjësve në këtë ditën e punëtorit, por edhe punëdhënësve pse janë. Unë zakonisht jap rekomandime, sidomos studentëve në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Psikologjisë, dhe një rekomandim im për studentët është dëgjoni, formuloni mendimet, shkruani dhe mos heshtni. Kur shkruajmë ndonjë mendim, atëherë do të mund që ta shprehim më qartë edhe punonjësit, rekomandimi im i punëtorëve dhe kështu me radhë. E drejta e tyre është e padiskutueshme për të jetuar.
Dhe në qoftë se heshtim, në qoftë se dhe ashtu ndodh, kjo nuk është lehtë, unë e kuptoj. Në qoftë se nuk jemi aktiv, askush për të drejtat e tyre, për të drejtat tona, nuk do të mundohet që të na i zgjedh. Prandaj është shumë e rëndësishme të jemi, të organizohemi dhe faktikisht një shpirt të kemi rebelues në qoftë se vërejmë që dikush bën padrejësi ndaj nesh. Shumë e vërtet. Si vlerësoni këtë pjesën duke qenë se e përmendët, domethënë që ne duhet ta ngrimë zërin, punëtorët ta ngrinë zërin. Si vlerësoni në vendin tonë? Mendoni që punëtorët mjaftueshëm i kërkojnë të drejtat e tyre, sepse në fakt edhe dita ndërkombëtare e 1 majit është pikërisht ajo dita që kujton betejat historike që kanë bërë punëtorët për të kërkuar kushtet më të mira. Por si jemi sot? Në çfarë gjendje jemi sot për sa i përket vendit tonë? A i kërkojnë punëtorët të drejtat e tyre? A i kanë të paktën? Ashtu është e njohur një dukuri që quhet konformizëm. Konformizmi te ne ka rënja nga e kaluar, nga historia. Çka do thot konformizmi? Domethënë ti nështrohemi në mënyrë të verbër autoritetit. Çka thot prisi i familjes, çka thot babi, çka thot autoriteti tjetër dhe kështu profesori dhe kështu me radhë, por ne mungon ajo tendenca jonë që të themi stop, ta dëgjoni pak zërin tim, edhe unë kam diçka për të thënë. Dhe kjo tendencë më, për arsye se këtu ka shumë rrethana historike, eksperienca, përvoja ka bërë, rrethanat e tashme aktuale, të cilat vazhdimisht kërcënojnë ekzistenca dhe mirëqenja dhe shëndetin mental të punonjësve, e bëjnë të gjithë që njerëzit të druhen, njerëzit të përmbahen nga reagimi, dhe kjo është shumë e gabuar, për arsye se ne duhet të promovojmë një kulturë në të cilën të shprehim mendimet tona për të ndryshuar, për ndryshe nuk ka ndryshime, nuk ka progres. Shumë e vërtet, duke qenë se atë pjesën e autoritetit, edhe pjesën të pyes tash, sepse thash që jemi nga fundi, por edhe këto nuk dua ta lë pa pyetur, edhe hierarkia. Si mund të ndikojë, si ndikon në psikologjinë e punëtorëve kur ka shumë hierarki në punë? Në vendet punës. Domethënë kështu, kultura shumë do të thash u kohë. Unë do të them që në përgjithësi kemi kultura individualiste dhe kultura kolektive, ne i përkasim kulturës kolektive këtu, që do të thotë se shumë e rëndësishme të zbatohet hierarkia. Dhe kjo është, ka diçka në rregull këtu, megjithatë nuk është progresive, sepse një kulturë e cila është individualiste, ajo i edukon njerëzit që nga fëmijëria, apo i edukojnë prindët fëmijët që ndiqe zemrën tënde çka të thotë. Mos u bazo shumë në opinionet e tjerëve dhe në autoritete. Dhe tani këtu ne jetojmë në kulturë kolektiviste ku dihet prijesi, udhëheqësi, menaxheri përcakton. Pa marrë parasysh sa kemi në shumë raste, ka edhe raste që nuk është ashtu, por në përgjithësi nuk është me rëndësi, nuk merr rëndësi se sa kemi aftësi ose kompetencë për një vend pune, por me rëndësi është kemi atë në majën të hierarkisë, kemi të njohur person që vendos për ne. Dhe kjo është në një farë mënyrë pak lloj e dëmshme për shoqërinë tonë dhe gjëra të tjera. Por nëse funksionon në rregull gjithë kjo hierarki, besoj që do të ketë progres, apo? Me siguri se funksionimi është pak për dyshim, ama mendoj se nëse do të ishte mirë, po. Profesor, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio për të gjithë këtë diskutim kaq të këndshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, sukses. Faleminderit.